Në këtë edicion do të ndiqni Nis korrja e grurit, pritet rendimenti i kënaqshëm. Aktivitetet të reja ujore në Gjakov. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Edhe në rajonin e Gjakovës ka filluar korrja e grurit. Prodhuesit bujqësor thonë se rendimenti si vjetshëm është i kënaqshëm, ndërsa bujku Hajardin Kastrati thotë se sfidë vazhdon të mbetet çmimi i lartë i naftës dhe çmimi i ulët i grurit në treg. Korrja e grurit ka nisur edhe në rajonin e Gjakovës. Prodhuesit bujqësor thonë se rendimenti i si vjetshëm është i kënaqshëm, megjithse reshtit të shumta gjatë pranverës kanë shkaktuar dëmë në disa parcela. Bujku Hajardin Kastrati pohon se parcelat që nuk janë të prekura nga vërshimet kanë dhënë rezultate të mira dhe pritet një mesatare kënaqshme e prodhimit. Rendimenti si vjet është i mirë. Përveç se mundë me thonë ato pengesat që kanë qenë gjatë kohëve të vërshimit, ato parcelat ku i ka prek vërshimet janë dëmtune, të tjetë janë përgjithësi mirë, tash sa kom startuar me korrjen e grurit, do man shihet një mesatare e kënaqshme për neve. Megjithatë, sfidat kryesore mbeten çmimi i lartë i naftës dhe çmimi i ulët i grurit në treg. Bujqit vlerësojnë se mundi dhe investimet e tyre nuk po shpërblehen me çmimin që ofrojnë blerësit. Pengesat që kemi është trajtimi i naftës, prapë është trajtu nafta tash sa po fillum korrjen, çmimi i ulët i pranimit grurit të blerës të mullit. Pengesat këto janë tjera, përveç se këtu janë mundin që e bëjmë na, djersën që e derdhëm na, nuk po vlerësohet, po menoj nga tregu që ekziston në Kosovë, ndoshta është edhe në Magjer, në rajon, po për neve janë gjërat shumë të shtrajshme, investimi është shumë i madh dhe në fund të çmimi me 18 cent që janë të marrë si vjet. Mullet e Kosovës, po më duket, po është edhe i ulët. Kastrati tregon se korrja në rajonin e Gjakovës ka nisur disa ditë më vonë krahasuar me rajonet të tjera të Kosovës, për shkak të kushteve klimatike që kanë ndikuar në pjekjen e grurit. Rajoni i Gjakovës ka filluar me të korrat më prej para një kurriku, disa po që kanë startuar me shumicë është prej datës 3-4. Në rend Gjakovës, për shkak se në krahasim me rajonet e Prizrenin edhe disa vende të tjera, ne jemi një javë për shkak kushteve klimatike jemi më mrapa, pjekuria e grurit. Kështu besoj që një herë për një herë është i shku mirë, koha ka qenë e mirë. Përkundër sfidave me kosto të larta të prodhimit dhe çmimit të ulët të grurit në treg, bujqit shpresojnë që korrja të përfundojë me rezultate të mira dhe institucionet të ndërmarrin masa për të mbështetur prodhimin vendor. Në urgjencën e qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Gjakov janë bërë të gjitha përgatitjet që secili pacient gjatë sezonit veror të merr shërbimin në kohë reale. Shefja e urgjencës doktoresha Lumturie Kamberi thotë se fluksi i pacientëve dukshëm është shtuar ditëve të fundit edhe për çdo situatë, profesionistët janë të përgatitur. Me rritjen e temperaturave dhe ardhjen e bashkëdhetarëve për pushime, është shtuar edhe numri i pacientëve që kërkojnë ndihmë në urgjencën e Gjakovës. Megjithatë, drejtuesit të këtij reparti thonë se janë të përgatitur për t'ju përgjigjur fluksit sezonal. Urgjenca si gjithmonë, po edhe gjatë fluksit këtij sezoni, gjithmonë domethënë jemi të përgatitur se e dim që mërgjimtarët vinë, po edhe pa ardhen e mërgjimtarëve gjithsesi shtohet numri i pacientave, për shkak të temperaturave të larta, helmimet me ushqime e kështu me radhë. Për shkak të ngarkesës së shtuar gjatë muajve korrik dhe gusht, urgjenca edhe këtë vit është përforcuar me staf shtesë. Që sa vite me radhë bëjmë kërkesën nga menaxhmenti që të na mbështesë edhe me një staf shtesë për shkak të rritjes së fluksit të pacientave, sidomos gjatë sezonit korrik gusht. Kështu që këtë përkrahje kemi nga menaxhmenti. E kemi një ekip që punon për orës 4 deri në ora 24, më thonë mbështesin ekipet e urgjencës, kështu që për t'ia vlerësuar pak punën edhe këtyre.
Sipas të dhënave ditore dhe mujore, ditëve të fundit është vërejtur rritje rasteve me të vjella dhe diare, të cilat dyshohen se lidhen me helmimet nga ushqimi. Kemi raporte ditore dhe mujore, domethënë kam vrejtë se ka fillu të shtohet fluksi i pacientave, sidomos me këto vjellje, barkëqitje nga helmimet me ushqim, shka që këtu kisha dash ta cek edhe mënyrën e ruajtjes së ushqimit, si të kenë kujdes pacientat, mos të konsumojnë ushqim çdo vend, pa ditë se çfarë ushqimi është, si rujt ushqimi. Do të ketë parasysh edhe higjiena personale, larja e duarve para dhe pas përgatitjes së ushqimit, mos të konsumohet ushqimi që rrin gjatë në ambientet e temperaturë ambienti, duhet të dimë se si ta ruajmë atë ushqim, do të kontrollojmë edhe ato çka i blejmë afatin e skadencës dhe paketimit të ushqimeve dhe kështu me radhë. Nga urgjenca thonë se mbetën në gatishmëri të plotë gjatë sezonit veror, ndërsa bojnë thirrje qytetarëve që në rast të simptomave si temperaturë e lartë, të vjella apo diare, të kërkojnë ndihmë mjekësore. Një sulm paniku është një epizod i papritur frike intenzive që shfaqet pa ndonjë kërcënim real. Psikologe Ermira Pruthi Gojani thotë se kërkimi i ndihmës profesionale është një hap i rëndësishëm në trajtimin e sulmit të panikut. Sulmi i panikut po shndrohet në një nga shqetësimet më të shpeshta të shëndetit mendor. Ai karakterizohet nga shfaqja papritur e frikës ose ankthit, e shoqëruar me simptoma fizike dhe emocionale. E për më shumë rreth kësaj gjendje dhe simptomave të saj, na foli psikologja Ermira Pruthi Gojani. Atak paniku është një epizod i fort i frikës. Mirë po i frikës jo reale. Është reagim i trupit në bazë të mendimeve jo reale, të bazuar në gjendjen reale. Mirë po jo gjithmonë është vetëm pa arsye. Shpesh, arsyet ose faktor që nxisin atak panikun është një situatë ngjashme me një situatë e cila na ka shkaktuar traumë emocionale, ose është thjesht një diçka që na rikujton gjendjen emocionale me të cilën neve në të kaluar na ka shkaktuar stres, ankth. Disa simptoma të atak panikut janë rrahje shumë e fortë e zemrës, frymëmarrje e vështirësuar, dridhje, ndjersitje, simptomat të stresit, mirë po të niveleve të larta. Psikologja Gojani thekson se kërkimi i ndihmës profesionale është një hap i rëndësishëm në trajtimin e sulmit të panikut dhe tregoi edhe disa metoda për menaxhimin dhe qetësimin e simptomave. Ndihma profesionale duhet të kërkohet në momentin kur episodet e atak panikut bëhen të shpeshta, kur nuk arrihet kontrolli i trupit, dhe është shumë e rëndësishme që ta kuptojmë që sa më shumë që flasim haptas për shqetësimet e shëndetit mendor, për gjendjet emocionale, aq më e lehtë është të ofrohet ndihma. Veç fakti që na kërkojmë ndihmë është një hap drejt mirëqenies tonë emocionale. Pastaj janë edhe teknikat e relaksimit, si për shembull ne e vendosim fokusin tonë në mjedisin ku po qëndrojmë, domethënë e qetësojmë veten, i japim trunit mesazh që nuk është asgjë, është alarmi i rrajshëm, nuk kemi në rrezik, tu e bë teknikën çfarë po sheh, çfarë po dëgjon, çfarë po prek. Për shembull, mi shiku 5 ndalesh edhe i lyp 5 anë, mi shiku në ambientin, pastaj 4 gjëra që po i ndëgjon, 3 që po i prek, 2 që po i nuhat e të tjera. Si përfundim, sulmi i panikut nuk është sulm fizik, por megjithatë është shumë shqetësues për personin që e përjeton. Andaj edhe menaxhimi dhe ndihma profesionale janë shumë të rëndësishme. Kirurgjia ginekologjike invazive minimale në Kosovë ka shënjuar në evolucion të jashtëzakonshëm në 2 dekadat e fundit. Ky revolucion kishte nisur 25 vite më parë nga profesionistët e Gjakovës. Doktori ginekolog Afrim Muhaxhiri ka treguar disa nga vështirësitë e fillimit të këtij procesi. Kirurgjia ginekologjike invazive minimale në Kosovë ka shënuar një evolucion të jashtëzakonshëm në 2 dekadat e fundit. Tashmë janë bërë 25 vjet që filloi një histori me një ndërhyrje pioniere në Gjakovë dhe u shndrua në një revolucion të heshtur të ginekologjisë kirurgjike dhe të mjekësisë kosovare. Ginekologu Afrim Muhaxhiri në emisionin Med Plus ka treguar për këtë revolucion shëndetësor.
aplikimi i kësaj metode, realizimi, jetësimi i kësaj metode për shëndetësinë kosovare ka qenë një moment i jashtëzakonisht i rëndësishëm për pacientët tonë, të marrë parasysh pasojat e luftës, pasojat e mosat të vetëdijshme prej 90 kur ka filluar, kur u shkatrua çdo gjë, institucionet shëndetësore kosovare, dhe ka qenë shumë punë e rëndësishme e fillu, shumë moment historinë e shkruajnë që të kush në jona, po ka qenë moment i rëndësishëm. Doktori Muhaxhiri gjithashtu tha se ka qenë shumë e vështirë të nisim këtë histori, sepse ka qenë një përgjegjësi e madhe për gjithë ekipin. Fillimi ka qenë shumë i vështirë, përgjegjësi jashtëzakonisht përgjegjësi personale, përgjegjësi etike, mjekësore ka qenë me fillu, mirë po nuk kem pas mundësi ndryshe. Në ato rrethana nuk ka pas shans tjetër më jetësua, jo. Idetë e mia kanë qenë qysh në të nëshë me fillu edhe në sektorin publik, mirë po ka qenë pa mundur, edhe sot për fat keq shumë pak punohet në sektorin publik, këto metoda realizohen, në lamin e ginekologjisë po flas, ka qenë shumë vështirë, mirë po unë kam pas kolegë të me të cilët i falenderoj shumë, se më kanë dhënë përkraje, edhe na ka ndihmuar edhe Zoti, jo vetëm për kushtimi jon ka qenë maksimal, edhe doktorët, edhe stafin e mesëm, infermierët kanë dhënë kontribut maksimal, edhe na kem qenë një ekip homogjene, edhe kem punuar me një sukses shumë të madh, e kemi realizuar gjitha ato detyra të cilat e kemi përshtuar vetes, edhe nga kjo punë kam përfituar shumë pacient, qindra pacient, mos themi mijëra pacient. E mira tjetër, sipas ginekologut Muhaxhiri, ishte sepse të gjithë profesionistët e angazhuar në këtë histori suksesi kanë punuar shumë edhe në investimin e tyre profesional. E mira tjetër është për këto vite, në vazhdimisht kemi investuar në edukimin tonë, në punën tona, në aparatura, edhe kemi ekspora, edhe sot, mas 25 vitesh, shërbimet intervenimet të cilat ju ofrohen pacientët, kryen të pacientët, janë të nivelit të lartë, me standardet bashkëkohore, edhe mund të them se janë të nivelit punon sikur në vendin tonë, ashtu punon edhe jashtë, pa ndryshim, pa dallime të mëdha. Për vjetorin 25 i kësaj praktike në Kosovë shënon qerek shekullin nga futja dhe avancimi i teknologjive endoskopike në mjekësinë kosovare, drejt procedurave që ofrojnë përfitime të shumta për pacientët. Një test i ri gjaku mund të sjellë një kthes të rëndësishme në diagnostikimin e endometriozës, një sëmundje që prek rreth 190 milion gra në mbar botën dhe që shpesh kërkon vite për të zbuluar. Sipas një studimi të ri, testi arrin të identifikojë një model të veçantë hormonal që gjendet vetëm tek personat me endometriozë me një saktësi mbi 95%. Një analizë e re gjaku mund të hapë një mundësi të re për zbulimin më të shpejtë të endometriozës. Sëmundje ku prek rreth 190 milion gra dhe vajza në mbar botën, e cila shkakton dhimbje të forta në zonën e legenit, cikël menstrual me dhimbje, lodhje dhe probleme me fertilitetin. Studimi zbuloi se gratë me endometriozë kanë gjurmë hormonale të veçantë në gjak. Njën nga ndryshimet kryesore ishte niveli më i lartë i hormonit 11 ketotestosteron, i cili mund të shërbejë si tregues për identifikimin e sëmundjes. Studimi u realizuan nga shkencëtarët e Universitetit të Edinburgut, të cilët analizuan mostrat e gjakut të 159 grave me endometriozë dhe i krahasuan ato me 57 gra të cilat nuk e kishin këtë sëmundje. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, në disa raste duhen deri në 12 vjet për të diagnostikuar endometrioza, ndërsa në Mbretërinë e Bashkuar pritja mesatare është mbi 9 vjet. Aktualisht sëmundja zbulohet përmes kontrolleve ginekologjike, ekografisë, rezonancës magnetike ose laparoskopisë. Ekspertët vlerësojnë se ky test gjaku mund të ndihmojë në zbulimin më të hershëm të sëmundjes dhe trajtimin në kohë të pacientëve me këtë sëmundje.
Po bën 4 vite që kur në Urën e Fshajt kanë filluar të zhvillohen edhe disa aktivitete të reja ujore. Profesori i edukatës fizike Ilir Bytyqi thotë se sporti i kajakut dhe i paddleboardit janë aktivitete të cilat realizohen në ujëra dhe që aktualisht interesimi i qytetarëve për t'i praktikuar është i kënaqshëm. Përgatitjet i përfunduan e u bën gati për të nisur. Në Urën e Fshajt, tash e 4 vite 2 arsimtarët e edukatës fizike nga Gjakova kanë nisur një iniciativë që bën nga pasioni i tyre. Unë dhe arsimtari Kasim Sylla është viti i 4 me radhë që vi me paddleboard e në Dri, kryesisht në kanjonin e Drinit, edhe tu po që ka interesim për njerëzve shumë. Atëherë kemi fillu mi marrë një iniciativë që në të ardhmen me shëqu ose me formu një OJQ për rekreacion e sport, turizm ose me hapë si biznes individual për të njëjtën qëllim. Ilir na tregoi për kapacitetet që kanë aktualisht, si dhe për interesimin e madh nga qytetarët për këto dy aktivitete. Kemi 8 paddleboard edhe 3 kajaka që janë për 2 persona të rritur dhe për një fëmijë. Po ka interesim të madh, sidomos edhe për paddleboard është bukur shumë. Interesimi i madh. Sporti i kajakut dhe i paddleboardit janë aktivitetet të cilat realizohen në ujëra që në vendin ton kanë filluar viteve të fundit. Në komunën ton, ky sport përpreferohet dita ditës, kjo fal aktiviteteve dhe idesë së Ilir Bytyqit duke u pëlqyer nga qytetarët dhe turistët. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndami, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Nis korrja e grurit, pritet rendimenti i kënaqshëm. Aktivitetet të reja ujore në Gjakov. Këtu marrë fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.